doja të të pyesja te këto produksionet që ka pas personazhe, aktor, secili me ato tekat e veta, me ato që duhet i shkosh pas avazit. E ke pas vështirë ti menaxhosh gjithë këtë garrumbullin e madh të këtyre njerëzve me teka? Është pak e vështirë në fillim, të drejtën, edhe pse mua më kanë qelluar relativisht njerëz shumë të mirë dhe jo teka njoh. Po prapë se prapi ka ca gjëra që ti se koncepton fare, që mund të ta kërkojnë. Edhe ti je kështu, un po vdes në këmbë dhe ajo do një gjë caktuar, po ti prapë duhet të jesh, po patjetër. Të bëjmë dhe këtë gjën. Po un zakonisht në punë jam njëri pak më i ftohtë. Dhe arrita bëj shumë mirë ndarjen mes punës edhe jetës personale. Edhe në qoftë se domethënë shoku im i ngushtë është kostumograf dhe jashtë xhirimeve ne jemi kështu dy njerëz komplet ndryshe, ulemi, ham, pim bashk, bëjmë dallavere gjithkohës, ama në punë jemi dy shumë profesionistë. Është kështu sikur s'njifemi fare. Sa më pëlqen kjo ndarje e raporteve personale dhe atyre profesionale, se shpesh herë ky është një nga diskutimet më të shumta që bëhet lidhur me ngatrimin e raporteve. Domethënë, nëse jemi miq e shok jashtë ambienteve punës, duhet jemi profesionist në momentin që jemi aty për të bërë. Është shumë e vështirë për të bërë. Se normalisht ti thua, ok, unë po zihem për një gjë pune, debat pune, nuk është një gjë e madhe, po në fund ditës ti thua, unë kam lënë një plan që të dal të pi një koktejl me këtë pas pune, a do bëhet kjo gjë apo do e urrejmë njëri tjetrin mbrapa. Po e kupton me kalimin e kohës që të gjithë në ambient pune jemi shumë të përfshirë, dhe në momentin që je shumë i përfshirë, ti e kupton që çdo gjë që bën është vetëm profesionale, pra nuk ka lidhje fare se çfarë kam unë me violën pas pune, po unë me violën në punë do bëjmë vetëm punën tonë. Do të jetë një raport korrekt. Shumë mendoj që kam ditur ta ndaj pak a shumë, domethënë dhe tekat dhe gjërat. Por sido që të jetë, mendoj që artistët, aktorët kanë një punë shumë të vështirë. Kush është aktori ose aktoria më me teka që ke dhe kë mund të pyes më mirë se ty unë për këtë gjë? Shiko, mua më erdhi një person, të thënë drejtën, por nuk është. Mos ta thuaj një person tash, duam më një emër. Jo, më ta them dhe emrin, se nuk është problem. Se thjesht mendoj që nuk ka lidhje me tekat, po ka lidhje edhe me statusin dhe me mënyrën se si është mësuar. Është Eva Alikaj. Ne kemi pasur në xhirimet e Snobit një artiste që e njohim të gjithë. Po patjetër, sigurisht. Dhe një artiste e mësuar ndoshta edhe me mënyra të ndryshme të punuarit, dhe vjen në një set ku kryesisht ne kishim aktor amator. Dhe vjen në një set që ne ishim shumë të mësuar me njëri tjetrin. Pra ishim bërë tamam si familje, se rrinim nga 20 orë për 2 vite rresht. Dhe në momentin që erdhi Eva, ne nuk është se kishim këtë marrëdhënie me atë dhe gjithë e trajtonim dhe edhe si një artiste madhe që nuk mund t'i afrohesh, sido që të jetë. Dhe ajo ishte personi që mund të kishte pak më shumë teka, në sensin që kishte ato gjërat e veta, ku do shkonte të bënte grimin, gjëra të tilla që ne nuk i konceptonin fillim, se ishim kështu, ti mund ta bësh grimin këtu, është okay. Ju sa ju është me 5 lekë. Ne sa ju është me 5 lekë. Mirë, Evës duhet t'ja bënim 2-3 gjëra gati. Pra në sensin duhet t'ja jepnim pak mundësinë, qoftë edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të statusit, që ajo ta ndjente peshën e vet në atë serial. Po kaq, nuk është se ka pas teka që thua që unë dua suitën time tani për të ndënjur. Ka pas rast me ça mora vesh, nuk ka pas ndonjë rast problematik. Jo Eva, po them të tjerë, nuk ka pas ndonjë rast problematik. Jo, nuk ka pas realisht, nuk kam pas. Mendoj që njerëzit në Shqipëri janë shumë të aktorët kur vinë në një set dhe bëjnë pjesë e castit, si thua, e kuptojnë që duhet të jenë të barabartë me të gjithë në punë, e kupton? Po, dhe mua më ka ndodhur që nuk ka disë nivele të frikshme për shkak që të pretendojnë. Nuk ka, dhe me vërtet më ka ndodhur që aktorët janë gati me ne për të pastruar setin, nëse është një gjë që duhet urgjent, e kupton? Dhe për shumë profesionist. Se ti ke qenë pjesë edhe Luli Goni Lemes. Por vetëm se nuk kam qenë pjesë të xhirimeve. Okej, po e sjell si rast ndoshta për një shembull të asaj çfarë ju diskutuat. Margen Caushi na ka treguar që Aurela Gaçi ishte aq për pikë me xhirimet, kishte qenë aty gjatë gjithë kohës dhe mendoj që kjo është ajo çfarë synon në thelb një regjisor apo drejtuesit e një produksioni, që të krijojnë një kimi aq të mirë, saqë të mos ketë nevojë për debate, për marrëdhënie të prishura edhe për probleme të tilla që do ishin të tepërta. Shumë e vërtet. Unë te Luli dhe Goni Lemes jam marrë me pjesën e distribucionit, pra me pjesën e shitjes së filmit nëpër kinemat shqiptar në Europë dhe në Amerikë, se po vazhdon të shfaqet edhe në Cineplex edhe në Amerikë ndërkohë. Po ajo çfarë un kam parë nga takimet që ne bënim me aktorët për të shkuar për shembull për takimet me njerëzit në Cineplex, në QTU, në vende të ndryshme, në Shkodër, Vlorë,
Domethënë ishin gjithë shumë të përpikt dhe Aurela ishte jashtëzakonisht shumë e përpikt. Dhe ishte një njerëz shumë i thjeshtë dhe shumë profesionist, dhe duke që kishte një vullnet dhe një disiplinë të hekurt edhe nga profesioni që ajo bën. Se patjetër, domethënë, profesioni që ajo ka si këngëtare e detyron që të ketë ca limite kohore shumë të mëdha, më kupton se ka prova, ka gjitha, ka koncerte. Dhe ndërkohë ishte edhe filmi. Më kupton, ishte në takimet me njerëzit. Dhe ishte me vërtet nuk ishte lidhje që të thuash që është ajo artistja që nuk bën apo nuk pranon apo ka teka. Mila, në përfundim të pjesës së parë të intervistës, ti e ke provuar ndonjëherë aktrimin? Kur kemi bërë Love Like Tirana, ne kemi pasur një lojë që hajde gjeni sa herë ka qenë Amela figurante. Sepse duke qenë se ishte hera parë që e bënim dhe kishte për shumë role të tipit shitja, dhe ne nuk do merrnim një person ta paguanim për këtë, pse ishe ti aty? Se isha unë edhe thjesht vishi gjë kalon me kurriz. Domethënë është okay. Dhe kam qenë avokate, një herë kam qenë infermiere, një herë kam qenë shitja, domethënë cili nga këto role të ka pëlqyer? Shumë të bukura të gjitha, të papara nuk di sa shumë fjalë kam thënë. Ke hyr brenda rolit? Gjithmonë. Pa kurtosin duhet ta shohësh kështu. Shive vëngër, uli syt. Si është ajo? Buzëqesh me buzën e poshtë. Pa, hapi syt.